Në momente sapo ka përfunduar pjesa e parë e ndeshjes Ukrainë-Maqedonia e Veriut, ndeshje kjo e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian Euro 2024. Ndeshja është duke u zhvilluar në prag të Çekisë, nga atje detajet në këto momente do të na sjell kolegu Shaban Sinani. Shaban, cili është rezultati i pjesës së parë dhe me çfarë lojë është paraqitur në këtë pjesë të parë Maqedonia? Po, përshëndetje nga presqendra e stadiumit Epet këtu në prag të Çekisë, ku po zhvillohet ndeshja e raundit të 6 ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Ukrainës. Ndeshje kjo e vlefshme për grupin C për kualifikim në kampionatin evropian Euro 2024. Rezultati aktual është 1-0, pra posa përfundoi pjesa e parë, vendasit apo Ukraina avancon me rezultatin 1-0 me një gol që e shënoi Sudakov në minutën e 30 të pjesës së parë. Sa i përket ndeshjes, mund të themi lirisht se është një ndeshje mjaft e hapur, me lojë mos të themi të shkëlqyeshme, por lojë të mirë të dy skuadrave. Kam pasur raste edhe Maqedonia, edhe Ukraina, raste të tjera, mirë po një gol i vetëm ra në minutën e 30 kur Sudakov nga distanca 25 metre gjuan në port, por i ndihmoi edhe një futbollist i cili e preku topin dhe befasoi portierin Dimitriovski. Me këto 3 pikë, ekipi i Ukrainës aktualisht është në pozitën e dytë me 10 pikë, mirë po ka mbetur edhe 45 minuta. Duhet të theksojmë se edhe për Ukrainën, edhe për Maqedoninë e Veriut, kjo është ndeshje mjaft e rëndësishme, mos të themi ndeshje kyçe për të vazhduar ëndrrën për kualifikim në Euro 2024. Ajo që do të theksoj edhe atë se menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, ekspedita e Maqedonisë së Veriut do të niset për në Shkup. Mirë, të falenderoj Shaban për këtë raportim të drejt për drejt nga Praga, atje ku po zhvillohet ndeshja mes Maqedonisë së Veriut dhe Ukrainës. Normal kuptohet që për shkak të zhvillimeve në Ukrainë, për shkak të luftës, ndeshja po zhvillohet në një shtet tjetër, pra konkretisht në prag të Çekisë.